Kush është ky? Agronomi i zonës ku shkon për kontroll shoku kryetar, Fred Ban. Fred Ban? E njihni? Arrihet më të. Po vjen një makinë. Po afrohet. Ndjeva, më shurdoj me atë burim. E po hap rrugë pra. Të mësojnë të presin. Edhe ne presin. Është një aro. Po ne qemi. Fredi. Që nga kryetari. E po ty të pëlqen të bësh ata. Çfarë takimi s'do ta besoja kur? Spiro, po ti që nga i shoku ministrisë? E fejuara ime. Amë. Zohem. Si jeni? Kemi qenë shok fakulteti. Ndërsa tani është bërë kaq i rëndësishëm sa duhet i flasësh me ju. Jalosh. Tu ja djeta shok kryetar. Gjesi. Desen këtë rrugë nuk kalojnë vetëm dashurorit. Sa mirë që ju takuam. Do t'jem disa ditë këtej. Mirupafshim. Mirupafshim. Do takohemi te zyrat e kooperativës. Patjetër. Mirupafshim. Në shkollë nuk shkëlqen. Po një doli i Zotit. Para 2 javësh isha në Vlorë. Të kujtohet Nurisela. Po si? E kishi vënë përpara ata të seksionit të bujqësisë. Seriozisht. E di që kam punuar. Këta shokët e komitetit kanë mendim të mirë për ty. Pse dyshon? Nuk dyshoj, po u bën vite që jam larg. Nuk e kërkuar të afrohesh? Kam kërkuar. Po se mos varet vetëm prej meje. Po të kemi misafir. Mere. Mërzitesh? Të presim pak anën. Cila është ana? Po e fejuara ime pra? Po. Mos ka diçka që nuk shkon në fejesën tënde? Jo. Pse? Ja, ashtu kot. Nuk e di, po në ndonjëherë këto qytetet e vogla të vend ca detyrime të çuditshme. Në rastin tim nuk ka patur asnjë detyrim të tillë. Ja erdhi autobusi. Ky qytet ka një ajër të mrekullueshëm. Po mor drejtin. E kemi me kaq bollëk sa Ana. Natën e mirë bashkë. Natën e mirë. Si ja kaluat? Mirë. Shkojmë në një lokal. Sa të lajmëroj pak në shtëpi. Mirë, atëherë të presim te turizmi. Fredi, fletaq pak për shokët e dikurshëm, sa që unë nuk di se për ty pjesë. Spiru është djali i shokut Thanas Xhaja. Fredi, kush nevoja?
E po gëzuar. Për të gjithë të dashurit tuaj. Për e të gëzuar. Gëzuar. Faleminderit. Për ju të dy. Edhe 3 tjera pastaj. Faleminderit. Këto qytetet e vogla janë të dhëmshura si gjyshet. Është e vërtet. Natyrisht, çdo e keqe ka dhe një të mirë. Pse? Fredi, ruaju se këto mësuese të mbysin me moralizime. Mos e keni dhe ju gruan mësuese? Po thuajse. Është redaktore në shtim botuese. Hajde gëzuar. Gëzuar. Për mësueset. Edhe për shefat. E di, Fredi, tani sikur ke një bururim të çuditshëm. Dikur ke qenë aq i shkujdesur, një sfidant simpatik, ja që ke qenë ti. Përse ka qenë sfidant? Në përgjithësi, Oh, ju po ngatroni keq. përfytyrimi grave për burrat që duan është gjithmonë i ndërlikuar. Me to është e pamundur që të sqarohesh. Ndoshta. I keni nga i shoku atje. Ua, shiko, Ana i arritëm. Biri pak buris të lutem. Pa ma lërë të rëtulloj njëru se pas kam qenë. Kanë patur ca ingledira dhe të para ta në shoku Spiro. E rotullonin këtë të shkret për 7 paqefe. Ho, po që apo jo? Këtu është si një vegim lashtësie. Janë disa kënaqësi që na i ka privuar qytetërimi. Kurse ty jo, Fredi. Ngushëllimi mëngjur. Spiro ullu. Këtë gotë për ngrej për shokun Spiro. Në mlet edhe erë të tjera kështu. Me fund. Gëzuar, Gëzuar, zasha ku Spiro. Gëzuar. Të dytët për ngrej për shokun Thanas. Babajnë e shokut Spiro. Ky shëndet i bët gjak e dhjam. Faleminderit. Gëzuar. Zasha ku Spiro. Spiro ta gëzoj. Faleminderit, ju paça. Mishi dhe gruaja zien me duar. Ja kështu. Sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla. Ja për të dashurit tuaj. Gëzuar. Gëzuar, faleminderit. Të lumë goja. Shkor ke tufa se na qa ujku. Nuk për mirë është, nuk për mirë. është larguar nga detyra shoku Spiro. Ashtu. Për shoku Spiro. Ja të naroj. Pacim. S'ka mbaruar. Do të ndërsej një pyeti. Kush ka qenë ai rufjan që çpiku për herë të parë rakin? Ka qenë një që çpiku këtë furtunë. Ja me fund. Për nder me fund se bëhet nami. Aha. E mahniqme. Këtë kënaqësi ditët më japësh vetëm ti. E megjithatë, ti mërzitesh, Fredi. Sigurisht. Mërzitesh? Po ti luan me mua? Tallesh ti. Kur? Kurse unë dua të më ndihmosh. Kupton? Plasa këtu. Shok pas ke qenë. Harove se ç'kemi bërë të dy kur ishim student. E si mund të haroj? Dua të më ndihmosh. Kupton? Unë të ve botën përpara. Ç'kontinent duhet? Mjafto talle tani.
Spitalën, ha? Më ndihmo të vinë në Tiranë. Dhe të betojem të kun do të gjesh një mik që se ke menduar kur. Shikon, mos dukem gjithsi dehur? Mos talem? Të premtoj, Fredi. Dhe mos kujto se këto janë fjalë të askujt. Besom. Si e kaluat Shoku Spira? Mirë. Këte i kemi në gjithëre? Jo, as gjithëre. Vetëm unë kam disa probleme. Hajde mbas 30 minutash. Si urdhëroni. Miru pafshim. U mërzite? Ja. Ja, kërë. Bashkim, hajde pak. Urda. Kam parë një ëndër për ty. Gjepo deshe. Sigur jam bërë antar i Akademisë Shkencave. Jo. Jo? Sigur jam bërë shef i seksionit arsimit të rrethit. Po ti. Dgjoj dhe si i till u ndaloj të shih një ëndra për mua, qartë? Po sikur ishe martuar më Bashkim. Po për hajër që... Shishi, dashka ky. Do. Po e di qa nëse kishe? Lemeri e qam. Po të martu unë pastaj. Mua, Ana. Çfarë ka ndodhur? Mrekullia. Më kërkuan në Tiranë. Vërtet? Në një institut kërkimor. Sot më komunikuan. E pabesueshme tamam si në ëndër. Më morin telefon edhe Spiro. Spiro? Sa e kam pritur të ditë, Ana. Sa e kam pritur. Si jeni, profesor? Ç'thot Fredi? Nuk është pa gjë ai. Duhet mbajtur afër. Mos keni merak, do i interesohem si për djalin tim. S'ka gjë. T'fale babait shumë. Miropafsh. Alo? Fredi?
Si e? Mirë, Ana, mirë. Shumë mirë. S'më mungon gjë tjetër veç teje. Më dëgjon. Po. Po ti si e? Shumë mirë. Edhe mua më mungon e njëjta gjë. Dëgjon. Po, po. Ana, duke sheqeshur, së shpejti do marrim shtëpi. Si ishte e frejtë? Faleminderit, mirupafshim. Me 4 radhë. Yes. Mëngjes. Materialin për këshillin shkencore, e keni gati? Po, e kam quar për të shtypur. E keni parë? Do t'jetë punuar mirë. Shokët e sektorit kishin ca gjëra të vogla. Ndërpritni me një herë shtypjen. Argumentojeni mirë, bëjeni vërtetën në përgjegjësi dhe pa humbur kohë shpërndajeni shokëve të këshillit shkencor. Dakord. Po të keni në gjë, bisedojmë përsëri, këtu jam. Miserdhet. Si e Fredi? Mirë, si e Mirë se ju gjetëm. Hajde nis për Rini gëzuar. Faleminderit. Mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të rini gëzuar. Faleminderit, po ç'kuptim ka? Nuk e dim nëse do t'u pëlqej. O, dhuratat janë gjithmonë të bukura. Diçka sa për traditë. Ana. Të pëlqen? Shumë. Po tani? Sigurisht. Ulluni. I solla të gjitha sa munda. U ke bërë kaq shumë sa. Faleminderit. Edhe kaj të shishme. E po gëzuar, miq. Gëzuar. Ta gëzoni shtëpinë. Faleminderit. Gëzuar. Fredi gëzuar. Dhe tani pak muzik. Spiro, duam këngë të bukura. Me të bukurat. Beson se mund t'i gjesh? Vjollca, sonde është ndaluar çdo lloj pyetje provokuese. Ashtu qoftë. Ta ngrem këtë gotë për atë që bota tani do të ketë një shkencëtar më shumë dhe për anën. Gëzuar. Është kaq e papritur kjo që ndodhi me ne sa tani na duket sikur jemi në ëndër. Disa njerëz nuk e kuptojnë kurrë, tamam se ç'meritojnë. Faleminderit. Vërtet, si të shkojnë punët në institut? Ende nuk di se ku kam kokën. Fredi na mbushë mendjen. Ishte me të vërtet një fat i madh. Kur mendoj se për pak dëshu përmbys kjo punë, më rohem. Ashtu? Po. Donin të merrin një tjetër. Se që është një tip nga fshatrat e Fierit, që mbron edhe gradë shkencore. Vërtet? Me një në Ministri u Grinda. Dhe nuk ishte do kushdo. Të djallë të vejthash. Spiro, je i çuditshëm për t'i përshkruar gjëra. Unë gjithmonë kam menduar se tek ti ka humbur një shkrimtar. Aq më keq për të. Dhe tani të sajojmë pak vend për të kërcyer. Patjetër. Ka mundësi anë? Me kënaqësi. Më falni, desha të konsultohesha pak me ju. Urdhëroni. Kam gjetur disa materiale interesante për problemin elvedistik. Megjithëse ato midis tyre janë kontradiktore. Po? Është një ballafaqim i çuditshëm. Po unë shoh se ajo literaturë që i përshtatet më tepër kushteve tona ka disa parametra shumë të leverdishëm për përdorimin e azotit. Nuk e di nëse mund të më ndihmoni. Elbi u sigururi. Nuk mund thuhet.
aq më tepër kur është fjala për rendimende të larta. Po konsultoj me profesorin. Ade Sharova, këtu ka diçka për studimin tuaj. Po do doni mund t'ja përkthej unë. Jo, nuk është nevoja. Jo, mos më prit. Hoppa, Gjani babit. Shumë më fornove. Babaj brenda është? Po. Tani e ka orarin e kafës? Po. Ta bëj 2 kafe. Hoppa. Çfarë kanë gjatë? Azjezi, ta them pastaj. Baba. Po çmendesh pas atyre zojve. Gjyshi, mami, e bëri kafen. E bëri kafen. Shumë mirë. Hajde, Birgjishit. Më falë. Arovi gjyshi. Na. Sa keq e ke mësuar, baba. Ka racionin e vetë kë. Merë dhe. Hajde, mami. Sigur do dilje për gjë sot? E lash për një ditë tjetër. Muajin që vjen shkon një grup specialistësh të ministrisë në Francë. Ashtu? Sikur të takoje një shokun Selim. Sa ta pyesje? Nuk di që përbërje do të ketë grupi. Vetëm sa ta pyesje. Akoma nuk mbarove. Nuk përqendrojmë dot. Fredi, më falë, po s'mund t'i lë pa lart. Shko në bibliotekë, më mirë. Ja do të pyes ty tani se ku duhet punoj. Je bërë shumë nervoz. Mirë. Mirë, do të dërgoj specialistin për katës. Si e, Fredi? Faleminderit, si e? Ullu. Ja, këtu. Më vjen rënd, Fredi, po jam I detyruar të bëj një bisedë jo të këndshme me ju. Keni 2 vjet e ca këtu, apo jo? E kjo nuk është pak. Disa herë kemi biseduar bashk. Megjithatë, s'keni bërë asgjë. Profesor. Kundërshtoni, Fredi. Jo nuk mund ta mirni me mend se sa mirë do më vinte që unë mos kem drejt. Ju mund të thoni që të doni dhe prapë të keni drejt. Jo, Fredi. E dëgjoj këtu. Mua do më vinte turp nga vetja të mendoja për bashkëpunëtorët e mi me rezerva. Sinqerisht, u a them, do më vinte turp. Dhe mos kujtoni se u kanë sjellur këtu për të kryer thjesht detyrën e një organizatori të rëndomt, edhe kaq. Jo. Në radhë parë nga ju kërkohet punoj si në shkencor, Fredi. Dhe unë nuk arri gjërëm sot të kuptoj se çfarë jeni në gjendje të bëni ju. Ky është institucion shkencor, edhe populli këto mendje tona I paguan me mund, me djers, me sakrifica. Profesor. Të lutem shumë. Unë nuk arri ta kuptoj. Është një lloj sikur të ketë marrë dikush me dhunë nga rruga për të bërë një punë që s'je në gjendje ta bësh. Më vjen shumë keq. Kështu mendoni ju? Jo, unë nuk mendoj kështu. Po jam më thoni ju, si të mendoj? Po, Anabani. Ju kemi thënë që duhet prisni radhën. Dakord, po unë... Për degën tuaj e kemi pak të vështirë. Dakord, po unë mund punoj dhe në ndonjë ndërmarrje. Do ta kemi parasysh edhe kërkesën tuaj.
Ditë në mirë. Ditë në mirë. Çfarë ke? Në vend që t'jem unë e mërzitur je ti. Plasa brenda 4 mureve. Bëra fjalë në punë. Me kë? Me profesorin? Me një plak. Me një mistres, me një çfarë të duash ti tjetër quhe. Dikur ti thoje që njeriu s'mund t'jetë më i mirë se aq. Kurse tani mos më mërzit. Nuk ka pse më mban mëri. Po më lën nervat. Nuk është puna të mëri, Ofri. Po unë nuk kuptoj një gjë. Përse të morën atëra? Që do të plasin shpirtin, këtë se kuptoj. Po mua nuk më sollën. Unë erdha. Dëgjona. Dëgjoj me një fytyrë më të qeshur. Këto ditë Spiro niset për në Francë. Duhet të shkojmë për vizitë. Ka dhe ditë lindjen e djalit. Si thua? Patjetër. Blejmë dhe diçka dhe shkojmë. Jo diçka, Ana. Duhet mësojmë të jemi më minjos me Spiron. Po mirë, Fredi, na me një rog jemi. E pra që mos ngelemi gjatë me një rog, s'duhet të çojmë vetëm diçka. Po mirë, atëherë çfarë ti çojmë sa? Ti nuk e ke qepur atë sopën që të sova unë. Jo, pse? Sikur ta shisni. E di që të pëlqen. Të premtoj që do ta zëvendësoj. Si ka mundsi? S'mund të pritej gjë tjetër. Me zotin total zor të arrijen konkluzion. Po i dëgjoj me shumë interes, shoqja Semi. Tani me metodat e studimit të plerimit azotik, kërkohet azot hidrolizuar. Kryen analizën seri me kontifla. Kurse unë erdhë ma rezultatet. Po. Merreni. Si do qoftë, shtyeni për pak kohë dorëzimin e materialit. Do të bëjnë dhe njerë analizat. Do t'i ndjek vetë. Si të doni. Shefe, i mbarova analiza. Vazhdoni me kampionin tjetër. Të mi lezeqe. Fredi, shiko. Mbas 2 vjetësh, edhe ai mund t'jetë kaq. Është akoma e erë, Ana. Kemi hallë edhe pa të. Fredi, po luaj maç. Më duket sikur më përpareshe më të lumtur, më të qetë. Po. Kjo kuptohet. Ti ishe në punë. Unë të lasheve dhe shqesimeve të punës ja kisha marrë dorën. Kurse këtu filluam çdo gjë nga e para. Kjo është një fazë që do të kaloj. Edhe Spiro apo na ndihmon. Po të gjitha spirave do na i zgjidhin. Po ç'mund të bëjmë pa një përkrahje? Është domosdoshme të kemi një mbështetje. Edhe më sinqert se sa të tjerë.
Opa! Si a kalove? Mirë, shumë mirë. Mori mali për babi? Qka kur disur kjo mende jetë e djallëzuar? Një hall nga ato që më bie në kokë gjithmonë nga ti. E di që më ke vënë në bela me atë mikun tënd. E propozuam sikur të kishte meritat e një Darwini. Kurse tani? Pse si është puna? Është ankuar profesori. Sa grinet ai plak. A bite me këtë këmbguljen tënde për ta prurë në institut? Vetëm kështu mund të vinë në Tiranë. Po përse duhet të vinë në Tiranë, Xhena? Duhet të vinde drejt që e mori. Dhe në rast edhe ti mendon se ai nuk mund punoj dot në institut, atëherë të siguroj se ai mund punoj shumë mirë në vendin tënd. Shekuspira, po kush tha që nuk e bën dot punën në institut? Jo se mos të shkon mendja. Mirdita. Spiro, Fredi! Si jeni? Mirë urdhroni. Urdhro, Spiro, urdhro! Fredi! Pa hajde, Spiro, se na mori malli. Hajde. E Diana? Më ka ndodhur diçka e çuditshme atje. Kam parë një grua që të gjan dhe krejt. Edhe sikur të mos isha në Francë do ta besoja se ishe ti. Interesant. Si ja kalove, Spiro? Mirë, po se çka një nxitim aramendës atje. Ti si ja çon me punë? Si gjithmonë profesori me pak nejsin e ti kronike. Spiro, hajde ndojnë ditë ndaj nga instituti. Pse? Po, ka të pim ndojnë kafe. Ndoshta, edhe mundu vi. E po gëzuar? Gëzuar. Ana, ti ndoshta mund të punosh në ndonjë shkollë të mesme. Ku t'jetë? Mund të rregullosh. Është mërzitur kaq shumë. Po që se bëhet, do ta bëj. Po që se s'bëhet, do ta bëj patjetër. Si Napoleoni. Ana, a mund na përgatitësh diçka? Patjetër, ja tani. O, Spiro. Po kjo është e tepërt. Ana! Faleminderit. Si Napoleoni. Ora bukur. E gëzofsh. Faleminderit. Të pëlqen? U mbyta o Fredi. Rëndësi ka që na premtoj për punën tënde. Po pse na premtoj me kaq vonesë? E po ai kanë qenë probleme mbi kokë. Era mbaroj. Ashtu? Tu sjell bira? Ja. Po shkoj në një lokal tjetër. Lere se pim birë. Jo. Më në fund, Sa i shkathët që je? Nuk e përfituroja kur këtë mbrëmje pa verë. Ana? gëzuar Spiro. Çoku Fredi. Ja dhe rezultatet e analizave gjethore. Sipas traditës në këtë fazë zgjidhet 1 kuintal nitrat për hektar. Në ngastrin 25 derse ka nevojë fare të vogël për azot. Pra këtu të hedhin 30 kg për hektar nitrat.
kurse në bllokun 12 ka mungesë të theksuar azoti. Unë mendoj të hedhim 1 kuntal për hektar nitrat. Mostrat i more vet apo laborantit? Unë flas për parcelat që pan bashkë. Ashtu? Edhe bota në formë eksperimentale i ka. Mbrëma. Vjellë ku është? Ishte pak pa qef. Hym. Është një shfaqje që ka patur shumë sukses. Më falni. Sa shumë njerëz pas ka në këtë shfaqje. Jo dhe aq. Po të heqësh kontingjentin e snobëve. Po në qemi? Ne të dy? Të tre. Të tre. Ç'to është Luani? Shkencëtar i madh. Kishe gjë? Jo, asgjë. Unë e aprovoj kandidaturën e tij për specializimin e shtetit. Oh. Kështu? Ja pjesë e sfidantit tek Fredi. Dhe shpirt madh i tek ty. Mos ka diçka që ka lidhje me mua? Ndoshta. Natë mirë. Nuk ka gjë më fyese se mos mirënjohja. Dikur e kam ndihmuar atë njeri. Ndoshta Fredi është keq kuptuar. Ana, nuk e kuptohet lehtë Fredi. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Kush është ky Luani? Një përkëdhelur i profesorit. Pra bëre sot fjalë me profesorin? Ana, nuk e kupton që po bëhesh e bezdishme. Po pse va? Si pse? Më mërzit e duke më pjotur për atë njeri. Sigur ta keni bërë me fjalë për të më plasur shpirtin. Ti shqetëso e shkot. Nuk shqetësohem Katja. Po mirë, ta zëm se nuk mund punoj dot në institut. Po në fundit në numrin e njerëzve që nderojnë e respektojnë, ai shkencëtarëve është i papërfillshëm. Është një lloj sikur në to çaste mua të më shkrep të bëj namin e të vuaj, ta zëm nga që ti nuk je pianiste. Unë nuk do kërkoja që të vija këtu si pianiste. Mirë pra mirë. Unë mora një shembull. Mund të marr qindra të tjera prapë të jetë një lloj. Po mirë më Fredi. Ti vetë. Je i bindur që këtu çdo gjë është krejt normale. Të paktën nuk shoh asgjë normale. Nuk shë, ha? Jo. Po ajo që ti dje u bërë më pak se një kamarier. Dhe sillesh e vërdall për të kënaqur vetëm një trill të Spiros. Normale është kjo? E pra, unë nuk e quaj dot normale. As atë nevojën tënde për ta parë Spiro në institut. As ato që the për atë Luanin unë nuk i kuptoj. Atëherë dëgjoj Ana. Po më detyron të them se në fundit çdo gjë e kam bërë për ty. Si për mua? Po. Po kush ti ka kërkuar ty gjitha këto?
E leje? Vazhdo, bashkim. Shtë vazhdo. Pse? U bizetohet me ty tani. Ç'pas ke kështu? Jam i lodhur. Pse qesh? E mora vesh. Çfarë? Udhimi yt e ka emrin Ana. Ah, Ana, do kërcejmë me bashkim. Se erdhe kaq po. punojmë. Oh. Ndryshe si do të fërni ju. Ana, sa mirë që të takova. Tani unë deva me një nga të shokët e seksionit arsimit, se shpeti do të fillosh punë provizore në një shkollë të mesme. Faleminderit. Dëgjoj, Ana, për ty kam një ndjenjë detyrimit të përhershme. Më duket sikur ende s'po bëj dot atë që duhet. Vjollës jashtë. Mirë. E po? Ana, ju marrim diçka? Jo. Edhe sigur unë të ngulkam? E po mirë. Një çokoladë edhe... Jo, një krem karamel. Atëre edhe një çokoladë për krem karamelin. Për mua i Kampari. Duhej patjetër të të lutesha? Djali si është, Spira? Mirë, po, është bërë shumë i prapë. Jam e sigur se nga prapësitin që ambjolsës. Kurse nga ty patjetër do ketë marrë cilësitë e mira. Ti e thua me shaka, por është e vërtet që çunat marrin më tepër nga nënat. Të kështu thonë, kurse vajzat nga baballarët. Gëzuar. Po e pi për cilësitë e mira që kam. Kam dëgjuar se Kamparin e përdorin pas një pije të fortë. Ke pirë, Spiro? Jo. Njeriu nuk det vetëm nga pija. Sigurisht. Dëgjoj, Ana. Duhet të të pyes për diçka. A beson ti të mrekullit? Ku di unë si të të përgjigjem? Kurse unë besoj, Ana. Besoj të mrekullit. Dhe më vjen kaq keq për veten time sa sikur të ketë ndodhur ndonjë fatkeqësi. Si ti kuptoj gjitha këto? Si të mundesh, Ana? Do ta provosh një Kampari? Kaq edhe tepër. Ngrihemi. Jam vonë pres baba. Çokoladën. Njeriu nuk dehet vetëm nga pija. Pse më shikon ashtu? Sepse po e kërkon gabimin aty ku nuk është. Po ku duhet kërkuar sipas jush? Trembem ti e me sinqert me ju.
Ashtu? Flasim si miq. Po. Ju s'keni fare parasysh përsosit që janë bërë në këtë drejtim të paktën në këto vitet e fundit. Jeni e bindur? Për fat të keq, po. Kamarier. Kamarier! Ullu aty. Atje! Ullu. Hajde baba të ham. Presim dhe pak. Po kush e di ç'puni ka dalë? Ndodh shpesh? Jo. Jo, po të lutem shumë. Janë të ndaluara syt. Nuk janë. Këto më thuaj. Ja gëzuar. Përshëndetin tënd. Edhe për timin. Jo, do të them një sekret. Vetëm ty. Të betoha. Nuk je kam thënë as njeriu. Unë kam shpikur bombën atomike. Të betoha. Ja ku e kam. Shumë mirë, shumë mirë. Pas ke bërë gosha zbulim? Po si kur e kanë shpikur të tjerët para te. Mua më kanë vjedhur. Mërë natën e qpika. Po tani u kuve të kështu. Po pritë të merëm i vesh një. Çfarë ke bërë kështu? Kam shpikur bombën atomike. Kam shpikur bombën atomike, po të them. Fredi, të lutem hesht, ka ardhur babaj. Të Ka lutem, vjeri? Fredi. O, Fredi. O, sa mirë që bëre qerde, vjeri dashur. Bëre shumë mirë qerde. Fredi, hajde. Po çfarë më bëjmë, gjanëm? Lere tani. Po nuk kam të drejtë përqafoj vjerin tim? Ke orë, si s'ke, ke. A të thuj? Fredi. Po hajde, pra tani. Ora, përshën ti më i zemër. E ty sa të duam ti më shpirt. Fredi, të lutem. Po. Për shafime publike janë të ndaluara. Janë të ndaluar. Ora, përshën ti më i zemër. Bërë, përja se e ke fëtë tani, pra. Ti më ke nyzuar mua. Po unë jam si gjithë njerëzit e kësaj bote. Ti ke ardhur herët në këtë botë. 100 vjet, 200, sa të duash. Kështu pinë kë? Jo, baba, nuk pinë, po. S'ka gjë. Pinë nga në njerë burat. Kur ka babaj? Nuk e di.
Si u gzive, baba? Mirë, bi. Si jeni? Mirë, po ti. Mirë. Si të vend punët një shtit? Shumë mirë. I emocionuar. Nuk është ere parë që atë mësim. Po nuk është në Tiranë një lloj si atje ku ke dhënë ti. Ndoshta. Ditë e bukur. Tamam si e porositur për ty. Po, po. Por nuk do t'jetë vetëm për mua. Unë do interesohem të iki nga institut. Pa mbaruar temën? Po munda, do është të regulojmë diku tjetër. Edhe Spiro besoj do m'ndihmoj. Në seksionin e arsimit, ata dinin për burin tim. Rëndësi ka që këtë nuk e ngatroj unë. Mirupafshim, Fred. Mirupafshim. Mësuse, ju kërkon drejtoresha. Ju kërkuan në telefon. Kush më kërkoj? Nuk ma dha emrin. Më tha ta ameni pa tjetër me këtë numër. Më kishit kërkuar? Alo, Ana. Si e? Kush jeni ju? Vërtet s'po mje? E kush mund t'jem tjetër? Vazhdon. Ah, po. Duhet festuar dita e pare punës tënde. Si thua? Sigurisht. Ke një zë të çuditshëm në telefon. Sigur flet nga ndonjë planet tjetër. Dëgjon? Po. Dëgjona. Desha të... Spira, më duhet shkoj në mësim. Mirupafshim. Tani e ke radhën ti për të më marrë në telefon. Po, po. Ditën e mirë. E mban me numër? Po, po. Ditën e mirë. Më ka ndodhur gjë? Jo, asgjë. Ditën e mirë. Emisionet tona për sonte. Mbaruan natë të mirë. Që kthehesh kaq vonë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Baba, nuk është mirë se dëgjon edhe ajo. Çka këtu për t'u shqetësuar? E ku mundi isha që të mendoni kaq keq? Atë s'qero. Natën e mirë. Natën e mirë. Kusha di se e mërzitër.
Kush pagoj? Darga ishte për ty. Mandjen tek ty e kisha. Të lutem largo. Nuk e duroj të tërë në rakistë. Nesër do paraqitesh në Këshillin Shkencor. Të shohim çdo të na thonë korifejt e shkencës. Jam e shqetësuar se si do dalësh nesër. Sigur të ishte fjala për vlerat pa diskutueshme të këtij materiali, do ishte natyrshme që të mbledheshim. Shokët më të vjetër e mbajnë më të mirë se një përpjekje e tillë është bërë edhe para shumë vitesh nga një autor tjetër. Edhe them me keqardhje se ai material që nuk u pranua atëherë ishte me pretendime. E sot që është kaluar deri në diagnostikimin gjethor të azotit, të hezitosh për azotin hidrolizuar, mua nuk më vjen mirë të shpjegohem para shokëve që i dinë më mirë se unë këto gjëra. Ku po shkon kështu? Kam disa mësime në shkollën mekanike. Dukesh e mërzitur. Jo, nuk kam asgjë. Megjithëse ai profesori po alarmon punën e Fredit. Sidoqoftë ana të siguroj që nuk do të më thasë. Që e kështu t'ja. Që janë vallë. Më duhet shkoj. Ditën e mirë. Jona. Ti e fatkeqësia më e madhe që mund t'i ndodhë një burri. Pero pafsh. Serdhet. Mirë se të gjeta. Me shëndet që ngeni shumë mirë. Më duket sikur keni bërë një aleancë të përjetshme me Rinin. Faleminderit shumë. Kam ardhur për një problem kuadri. Pim nga i kafe. Jo, nuk kam kohë. Urdhroni. Për çështjen e Fredit. Në sill 2 kafe. Nuk e di, profesor, po më duket sikur po e trajtoni ca si ashpër problemin e tij. Mase e kam gabim. Nëse vazhdoni, unë po ju dëgjoj deri në fund. Mirë. Më duket sikur ka një lloj kundërvënie në marrëdhëniet tuaja me të. Ai është në rolin e organizatorit. Do me thënë ndihmësi juaj i parë. Edhe në vend që ta trajtoni si të tillë, silleni me të sikur ta keni kundërshtarin tuaj të parë. Marrova apo jo? Po. Pa e kuptoni që më detyron të dëgjoj. Ai vend ka nevojë jo për organizator të rëndomt, po për shkencëtar të vërtet. Nuk e di, profesor, përse nxeheni? Përse nxehem? Ja, për të gjitha. Edhe për ato që ti ke ndërhyrë për ta sjellur këtu. Se si mendon ti, kush je? Kush lejon ty që të heqësh e të vësh njerëzit sipas qefit? Përse e hoqët bashkimin? Dhe na e bët fakt të kryer. Na u imponuat me kërkesë gjë që kish baza për të? Edhe këtu sipas jush mund të vijë çdo kushi. Më falni për guximin, profesor, por po e teproni.
Dhe në qoftë se do të revoltohesh edhe unë do të thoja që nuk është vetëm Fredi çdo kushi, por më shumë se ai janë si Luani dhe Semi, që ndoshta kanë edhe simpatin tuaj dhe që mbajnë për gojë kuadrot. Sa mirë i dini këto gjëra, po nga kush i keni mësuar? Faleminderit. Profesor, le të qetësohemi. Të ri dhe cako Fredi tek ju. Këtë ua kërkoj unë. Ai është institucion shkencor i dashur. Jo streba mirëse. Bëjeni për mua. Ja u bë edhe pazari. Pastaj? Unë do t'ja di për nder. Dhe jo vetëm unë. Po edhe babai juaj. Po. Dhe s'kini pse flisni për ta me ironi. Të paktën, mos harroni që dikur ju ka mbajtur në kuris. Faleminderit shumë që ma kujtove. Megjithse unë nuk e kam harruar kurrë. Ishte koha kur mbanim mbi supë njëri tjetrin. E për to gjëra unë nuk kam folur kurrë me ironi. Edhe jo vetëm për to, po për asgjë. Për ai njeri që dikur ka mbajtur mbi supë shok të plagosur, sot të mban ty. Turp, unë nuk e di nga që motive niseshti për ta mbrojtur atë njeri. Veç një gjë të them. Ti mbron mediokritetin. Si guxoni, profesor? E ku kupton ti pse guxoj unë? Këto gjë të thash janë mendime edhe të këshillit shkencor. Mbyllë derën. Edhe ti s'ke përse me vënë pozitë vështirë me shokët. Nuk e kuptoj ku e ke fjalën, baba. Nuk e kupton. Profesori mi tha të gjithë. S'do t'i këtë thënë ato që t'adresoheshin ty. Më tha se kishe shfryzuar emrin tim. Është e vërtet kjo? Ndoshta. Si? Emrin tim për të dalë jashtë shtetit. Emrin tim për të marrë apartament? Mos bën kështu ti, xhanëm. Mos o bëj gabim? Po mirë, ç'kujton ti se unë jam i paprekshëm? Dhe s'kam përreth njerëz që s'u duan të mirën? Që më shojnë shtremër? E pra, dua të kem dhe unë pranë shokët e mi. Miq. Njerëz që du besoj si veten. Afrova një shok. Duke bërë këtë, ai do më jetë mirënjohës për tërë jetën. Do të më duhen shokët. Do të më duhen shumë shok. Po ç'mund të bëj njeriu pa krah? Dhe duhet për çdo gjë të shfryzosh emrin tim? Po kjo është paturpsi, more birë. E pse që nga paturpsi? Në fundit, unë jam i lidhur pas emrit tënd. Dua po s'dua unë. Në qoftë se ti s'do t'ishe askushi, ose më keq akoma, mua s'do të më fërkonte kush krah dhe të më thosh, s'ka gjë. Le të ketë qenë faqe syta, ti s'ke lidhje me të. Kur zot ndodhe kjo atëherë, përse unë duhet të harroj që jam i të birë? More Spiro, vërtet je i qetë për ato që bën? Po sikur e faqeziu ti ishe ti. Mendon se do shpëtonte emrin? Në të dy rastet është një lloj. Ne duhet të mbajmë mirë njëri tjetrin. Po ç'do të ndodhte sikur të gjithë vepronin kështu si ti? Nuk e di. Unë shikoj atë që më jepet bëj vetë. Baba, shokët e mi kanë shkuar në për zonat e thella, kurse mua më mbajtën këtu. Përse më mbajtën? Mos isha më i mirë se ata? Po ti pse s'u ngritet të thoje që edhe unë duhet të shkoja me të tjerët? Po, ti ke të drejtë. Ke të drejtë. Vetëm mos kujto se s'mund ta bëj tani atë që s'bëra dikur. Mos i zmadho kaq shumë gjëra do ba. Po s'ka ndodhur gjë? Du betohem.
Fjalë ti tham që ata ashpra, po... Baba dreka është gati. Ja, erdhëm. Unë mendoj se kam bërë ca gabim. E para mos u bi nervoz. Më fal. Ja, ka që e gjithë. Hajde tani ta mbukur. Shko ti se do vim vonë. Parki Maknitsh. Këtu edhe mërzitja në fund të fundit është një luks. Edhe është një vend i shkëlqyer për të grindur. Fredi lëri këtë. Çfarë do bëjmë? Nuk mjaftoj një natë e tërë duke pyetur. Jo, nuk më mjaftoj. Kështu? Tere Grindo, mund të fillosh. Pra unë jam Grinda vete. Po. Po mirë më Fredi, ti kush je? Unë? Jam martiri që të duron ty. Vërtet. Bashkimi. Më falni pak. Bashkim si e, mirë? Mirë. Si dukesh? Mirë. Si e? Mirë. Kur ke ardhur? Mbrëm. Kam prur një libër në shtëpinë botuse. Urime. Faleminderit. Shokët si janë? Mirë. Miranda u fejua. Po ti? Unë jo. Po pse kështu? Pres që Lena të shikoj ndonjë ëndër për të qenë. Ja po miru pafsh. Po na dil nga shtëpia. Na urdhëroni. Nesër do të shkoj. Miru pafsh. Miru pafsh. Shoku i vjetër, si vere vjetër. Unë verë nuk e njoh. Por shokët ama ditit gjithë. Pa. Nuk të flihet. Do të thësh. E jetë flesh. Fundit ti duhet të kuptosh se për një burr nuk është e lehtë ta ketë gruan e bukur. Ty të mundon kjo gjë? Jo. Ishte një çast dobësie. Sigur ta di sa të besoj, nuk do të bëj pyetje të tilla. Eja. Dua të të them diçka. Nuk ka të bëj fare me bashkimin. Por prapë është një rast që tregon që nuk duhet jesh kaq i qetë. Po? Unë nuk dua që Spiroja të vijë më në shtëpi. Pse s'ka njerë? Asgjë. Por ai nuk duhet vijë më. Po të pyet çfarë ka ndodhur. Të thash asgjë. Dhe unë duhet të dëgjoj dhe të bëj si shtua ti. Po. Po mua po merr koka flak. Po bën drejt që e di se është projekte për të më transferuar? Edhe të vetëm njeri që po më ndihmon ti thua ta nxjerr me shkel më jashtë. E pse? Ha pra pse? Sepse dikush e pandeu për burrin tënd. Sepse dikush tjetër mund të thotë diçka. E Diana, kam vendosur të mos dëgjoj më për gjëra të tilla. Fredi, ti po shndrohesh ti njeri. Vazhdo. Vetëm më lajmëro kur të marrosh. Ha pra vazhdo.
Situata është e vështirë. Profesori është ankuar lart. Më duke se janë futur në projekt për ande nga veriu. E di. Po... Faleminderit. Kam lënë takimi ata të agroeksportit. Po? Ka një vend bosh. Faleminderit. Rio riqet. Ose të ratho kur hallin që ke. Nxitoj se kam një shërbim në Durrës. Mirupafshim. Mirupafshim. Çka ndodhur? Përse duhet ndodh patjetër diçka? Jo, me që ka ardhur në këtë kohë. Nuk po më fton të hyj brenda. Më falni, u dova, urdhroni. Më në fund mendoj se kam bërë diçka për ty. Së shpejti do të fillosh përfundimisht. Pritet vetëm mbledhja e komitetit. Urdhroni. Faleminderit. Ka qenë një raskapitje vërtet për ta rregulluar. Mos kam ardhur në një kohë të papërshtatshme? Jo. Ana. Fredi është futur në projekt për në zonat e veriut. Po pse andej? Ne mund të kthehemi prapa aty ku ishim. Të ktheheni? Nuk ka asnjë arsye për të kthyer. Ti mos u shqetëso. Këto probleme më takojnë mua. Nuk po më përcjell? Çfarë po bën kështu? Ti si e mendje lehtë. Vërtet duhet mendoj që i ka që pa turpshëm. Ti në asnjë mënyrë s'duhet t'i japësh kuptim banal gjithë kësaj. Të lutem, Ana, më kupto. Mos guxo ta afrosh. Ajo që s'duhet të ndodhte tani ndodhi dhe nuk ndreqet më. Unë kam qenë fatkeq. Qysh në qasti që të kam parë. Bëre gjithçka që ti të vije këtu. Bëra të pamundurën. Ishte te i mundësive të mia të të haroja. Kam menduar se ti kuptoje gjithçka. Të gjitha këto janë të neveritshme. Të turpshme. Ik. Ti e vetmuar, Ana. Edhe unë. Po sikur në këtë çast të vinte Fredi. Ku do ta gjej paturpsinë dashrimës ty? Nuk vjen. Të siguroj që nuk vjen. Hiqja të duar. Është vonë, Ana. Asi kur ti ishin një orë më parë. Betohem. Me mua s'do të pendohesh kurrë. Largo, po them! Në rast se nuk do largohesh, do kërkoj ndihmë. A e di që më detyrohesh? Njëri pa fytyrë. Të përçmoj. Të neveris të uresh duku!
Çfarë ke, Ana? Ana, çka ndodhur? Po çka ndodhur po të pyes? Maj, po ti po më çmend. Çfarë do bëjmë ne të dy? Të lutem më përgjigj. Ana, çdo gjë do të rregullohet. Do të kaloj. Sot Spiro më tha se është... Si është e mundur? Jam mbyllur në këtë shtëpi dhe nuk dëgjoj gjë tjetër veç se Spiroja tha kështu, Spiroja tha ashtu, Spiroja. Për ç'është ky Spiro për ty, xhanëm? Pa të do t'ishe një copë mësues se fshati. Për të paktën do isha e qetë. Nuk do kisha mbi kokë një njeri që ma kujton ore çast që dhe ajrin që thithim e kemi prej ti. Më mërzit e shpirti me këto ankesat e tua. Ti ikim, Fredi. Ti ikim sa të mos jetë vonë. Po ku të shkojmë? Ande nga erdhëm. Nga erdhëm? Po. Po si mund të kthehemi prapë ande nga erdhëm? Ana, si nuk jenë qik praktike? Po do të shyesh njerëzit së qeshuri me ne, do na tregonin me gisht. Do t'isha e marrë, po të thoja që s'më pëlqen Tirana. Veç nuk e dua. Nuk e dua me këtë çmim të turpshëm. Nuk dua të dëgjoj më. Ti je i verbuar. Nuk e kupton. Se që kemi humbur dhe po humbim dita ditës. S'kemi humbur asgjë. Në rast se si kemi patur kur. Qetëso, Ana, qetëso. Mendo sikur s'ka ndodhur asgjë. Ana, dëgjo. Të ndaloj qoftë dhe për atë që më ka ngelur ca gram trum tepër se ty. Kujton se të kanë mbetur. Ti si e zotit bëshmasqe. Dhe as më ndalosh mua tiki. Ana. Fredi më lerë. Mirëmëngjes. Nuk e kupton që po bëhesh sharake. Fredi, nuk kemi lënë asgjë që të zgjidhet këtu në mes rrugës. Ku do shkosh? Diku.
duket mos më vi më turp nga vetja.